Jam Anisa Ruhiqi, përfaqësuese e Gjimnazit Shkencave Natyrore Sami Frashëri në Prishtinë. Siç po mund ta shihni edhe ju, sot jemi përpara një prej monumenteve më të rëndësishme të kulturës sonë shqiptare. Jemi në lagjën Kotra e Trimave në Prishtinë. Prapa meje gjendet shtëpi shkollë, e cila tashmë është shndruar në muze, e cila përfaqëson arsimin dhe kulturën tonë shqiptare ndër vite. Qindra nxënës dhe mësues të Gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë kaluan nëpërmjet këtyre mureve, duke mbajtur gjallë arsimin në gjuhën shqipe dhe duke u treguar si një simbol i rezistencës sonë shqiptare paqësore. Kjo shtëpi trikatëshe, e cila është ndërtuar rreth viteve të 90-ta, i përket familjes Hertica. Familja Hertica ishte zhvendosur në këtë shtëpi, thuajse pak ditë para se të ndodhin shumë trazira në vendin tonë. Këtu jemi në një klasë e cila është nisur që të jetë një dhomë me zakonshme familjare. Kjo klasë ka shërby për shumë nxënës, cilët në gjenerata ndryshme tash kujtohet shumë më shumë. Mësimi në këtë shtëpi është zhvilluar në 3 ndërrime, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në këtë shtëpi, çdo dhomë është bërë klasë, e çdo dritare dritë për dije. Kjo shtëpi, që nga viti 2007, konsiderohet si një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, e cila vazhdimisht vizitohet. Megjithatë, kjo shtëpi përballet sot me rreziqe serioze që mund të dëmtojnë historinë që mban brenda. Degradimi fizik, për shkak të mungesës së mirëmbajtjes, materiale të vjetra, dru, gur, qerpiç e të tjerë, dëmtohen nga lagështia dhe plasaritjet. Mungesa e restaurimeve profesionale që në rrëzimin gradual të mureve, qatisë dhe elementeve origjinale. Rreshtet e dendura, borë, erëra të forta dhe ndryshimet e temperaturave shkaktojnë erozion dhe shkatrim të materialeve ndërtimore. Mungesa e mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve të resurseve të shpejta rrezikon që struktura të shihet më shumë dëmtime nga lagështia, pluhuri, veprime atmosferike dhe të tjera.